shkak të mos pranimit të kthimit të general të kolonelit të majorit Smith. Po më ka një histori në fakt. Tjetër, nuk u vendosën marrëdhënie me amerikanët, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe u dobua misioni këtu. Pra, në ndodhi incidenti 15 majit, kishin ikur dhe amerikanët dhe britanikët nga Shqipëria. Jo, amerikanët jo të gjithë, kishte ikur vetëm një pjesë dhe kishte ikur... Ose ishin thyer keq marrëdhënie. Po pastaj në tetor kanë ikur amerikanët. Ishin thyer... Tani, për 2 minuta na tregon çfarë ndodhi. Në këtë situatë, po, si zakonisht, siç ndodhte rëndomt, anijet britanike lëviznin nga Korfuzi dhe dilnin në Jonin Verior. Mirë po. Jo, ma shpjegoj, pse dilin në Jonin Verior? Sepse kryenin veprime. Ku shkonin ata në Jonin Verior? Kryenin veprime, patrullime, veni bën port vizita, bënin çminime, sepse duhet kuptojmë që mbas luftës së dytë botërore, i gjithë deti adriatik ishte pothuajse i minuar. Atëherë çfarë ndodh? Është e rëndësishme. Britania dhe vendet e tjera të Evropës, ku Shqipëria nuk ishte